Fshati i Linit tashmë gëzon një status të ri mbrojtjeje pas vlerësimit që ka si pjesë e zonës së mbrojtur nga UNESCO. Fshati është shpallur ansambël arkitektonik, një hap i rëndësishëm që jep mbrojtje ligjore gjithë trashëgimisë dhe arkitekturës së tij karakteristike. Arkeologja Froseda Tole shpjegon se ky status e vendos fshatin në një regjim të ri ligjor që ndalon ndërhyrjet apo ndërtimet pa respektuar karakterin historik e kulturor të zonës. Deri më tani Lini mbrojej vetëm si pjesë e zonës së mbrojtur të UNESCO, por brenda vetë fshatit mungonte një bazë ligjore që të ruante çdo element të tij tradicional. Atëherë, statusi i ansambël arkitektonik është si thua një mbrojtje ligjore që i jepet fshatit të Linit, sepse ai deri tani ishte zonë e mbrojtur, e ruajtur nga UNESCO, ishte gjithashtu zonë e mbrojtur e ruajtur me vendim të qeverisë shqiptare të vitit 2015, por brenda në fshat nuk ishte një element ligjor që të ruante të gjithë fshatin. Kështu që ansambël arkitektonik është e gjithë gama e banesave popullore ose vernakulare që quhen ndryshe, të cilat tashmë ruhen me ligj të posaçëm për shkak të trashëgimisë dhe historikut të tyre. Kryesorja është mbrojtja ligjore që i bë, që do të thotë që aty edhe nëse dikush ka tani ndërmend ose kishte ndërmend që të ndërtonte edhe mund të justifikojë me ligjet e mëparshme, tani nuk ka më asnjë lloj justifikimi që të ndërtojë pa respektuar kulturën, traditat, arkitekturën e zonës. Sipas arkeologës, ansambli arkitektonik përfshin të gjitha banesat popullore, të cilat tashmë mbrohen me ligj për shkak të historikut dhe trashëgimisë që mbartin. Këto banesa datojnë që nga shekuj 18 dhe 19, ndërtuar kryesisht me gur, me një arkitekturë karakteristike që i dallon nga fshatrat e tjerë të bregut të liçenit. Një nga elementet më të veçantë të tyre janë balkonet që dikur përdoreshin për tharjen e zajreve apo të peshkut, por edhe si hapësira komunikimi mes banorëve, një traditë që ruan gjithë shpirtin e banorëve të Linit. Banesat janë të shekullit të 18-19, do të thënë aty janë fillesat e tyre të banesave që ne shohim në kamp, janë banesa të ngritura me gur, kryesisht, ka një lloj të veçantë sepse shumë prej tyre janë banesa që katin e dytë për shembull e kanë përdorur me balkonet e tyre për të tharë zajret, peshkun që kapnin, po edhe për të zhvilluar bisedat e tyre që nuk e shikon në fshatrat e tjerë, për shembull të zonës së bregut të liçenit. Kështu që kjo elementi autentik që kanë, kjo është veçantia më e madhe që ka Lini, edhe që kjo ka qenë dhe arsyeja pse i gjithë fshati është futur në zonën UNESCO, siç nuk është futur asnjë pjesë tjetër e bregut të liçenit të anës shqiptare, për shembull. Nëse flasim për fshatra të tjerë, asnjë nuk është brenda zonës UNESCO, ndërkohë që Lini është i gjithë, pikërisht për shkak të këtyre veçantive. Ky status i ri sipas Toles pritet të shërbejë edhe si nxitje për projekte të reja që do të fokusohen në ruajtjen e autenticitetit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të fshatit, duke e mbrojtur atë nga ndërhyrjet që mund të cënojnë identitetin e tij unik. Po padyshim që kjo është një shtysë më tepër për të si të thuash për të miratuar ato projekte që janë menduar ose që do mendohen më tutje për Linin, është një vlerë më shumë, është një mbrojtje më shumë që i bëhet fshatit, edhe që unë jam e sigurt që do ketë projekte edhe nëse s'është menduar më parë, do ketë me patjetër projekte po që gjithmonë do t'i shërbejnë ruajtjes të autenticitetit. Ky vendim vjen si një konfirmim i rëndësisë që Lini ka për trashëgiminë kulturore shqiptare dhe si një angazhim i institucioneve për ta mbrojtur nga ndërhyrjet e pakontrolluara që mund të dëmtojnë autenticitetin e tij. Me statusin e ri të ansamblit arkitektonik, banesat tradicionale, rrugicat karakteristike dhe elementet e vjetër të ndërtimit do të ruhen si pjesë e një pasurie të çmuar që dëshmon historinë dhe mënyrën e jetesës së brezave të kaluar. Në këtë mënyrë Lini jo vetëm që fiton mbrojtje ligjore, por edhe hap rrugën për zhvillim të qëndrueshëm kulturor e turistik, duke u kthyer në një shembull se si trashëgimia mund të ruhet dhe të vlerësohet si pjesë e identitetit kombëtar.